jo shkeleshko, jo me njerëz që s'janë të fushës, unë sa herë dal prej hymjes, i kam një 2-13 para dit. Duhet njeriu me qenë shumë human, është natyra, është bota për rreth teje, qoftë shtazore, qoftë njerëzore, çfarë do të qoftë. Njerëz duhet me qenë të kujdesshëm. Komuna ka tokë pa kufi. Do të thonë ka tokë sa të dush. Kemi planifikuar me rrit strehimorën, me rrit kapacitetin, edhe në mënyrë që me çu numër sa më të madh qendve dhe mu strehu aty, me këshyrë mundësitë e adoptimit, pastaj mundësitë e trajtimit të mirë të qenve. Jo shkeleshko, jo me njerëz që s'janë të fushës, jo me pasi biznes, jo me pasi mundësi përfitimi, po me të vërtet me trajtu tamam ç'është dohet, edhe më mundu, mos harrojmë, Kosovë ka njerëz që unë një personalisht, që me të vërtet mujnë me zgjidh problemin. S'po du me i përmend kush janë, po ka njerëz të cilët nuk janë afru asnjëherë për institucioneve komunale, të paktën me i konsultu, me thonë zotni, hajdeni mana se e kemi që të lash. Okay. Ka pas iniciativat kohëve të fundit, po prap, unë sa herë dal prej hymjes, i kam një 2-13 para dit. Kjo lidhet pastaj edhe me pjesën e mbeturinave. Do me thonë në momentin që mbeturinat i kemi me plot mbetje ushqimore. Unë jetoj në qendër ku ka shumë restorane. Kryesisht mbetjet e mbeturinave janë mbetje të kuzhinës. Po. Pastaj vinë qend, i marrin, i çojnë pjesë ndryshme të qytetit, kështu që është një farë zinxhire. Po gjithsesi qend nuk kanë kufi, duhet edhe këto me ditë, që qend nuk janë të Prishtinës, me thonë, unë jam i Prishtinës. Ai mundet me konë i Komoranit, mundet me konë i Voshtrës, mundet me konë i Podjevës, do me thonë qend, lëvizën. Mobil, ata janë mobil. Që nashtan duhet me trajtu edhe nivel kombëtar si problem, jo veç lokal. Se besoj që janë edhe komuna tjera që kanë këtë telashe. Po sidomos, numri më i madh është në Prishtinë, edhe jemi krye qytet, edhe nuk na ka hije që kjo gjendje.